Ne që s'kemi bërë aksidente, kemi edhe primi. Me mbulimin që bëjmë për shkak të dëmit që i shkakton. Po s'do i marrë ndonjëherë mbulimin. Unë kam atë primin. Unë mendoj që nuk i shërbejmë shumë gjës, ku ne masim gjën me kosto, kur duam tulemi, se bëjmë si Barceleta amerikane që kalo këtu 50 lek, pasaj $30, pasaj $10, në fund fare pa lek hap derën del jashtë. E kupton, pra, ideja është që sot është koncepti vlerës shtuar, dhe unë jam dakord që për produktin që ofrohet, të mundet të nga kompanit të ofrohet maksimalisht shërbimi, vlera dhe gjithë shka tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sesa të konkurrojnë me kosto, pra kur kompanit shqiptare po të shikosh, eci me kosto, duan njërat a uli pak më shumë njërat, dhe në duket si e mirë, po në të vërtet është që aty që ti paguan, qofte edhe 5% edhe 10%, ama të shërbej kompania dhe të shërbej në mënyrën më maksimalet mundshme. Pra, thelbi që ndron ke shërbimi, ke vlera e shtuar që ofrohet. S'ka më paroj. Erion, atëre, Ama pano, ha? Po, të ftohem. Ke marrë të Trump i leje. Ka marrë Trump. Fikste Trumpi, një sekundë, fikste Trumpi me puro, morëm leje. Trumpi me Melania. Pra, që do të them, nëse naftën aje qonë 2.800 lek, 3.000 lek, do ankohesh? Do ankojemi ne? Ti do ankohesh për naftën 3.000 lek? Po ti, po se ankojeni për naftën? Ai do t'jurisi shërbimin. Ai do t'jurisi shërbimin, do t'ja bëj, ju naftën do t'ja hedhe këshu me... Pano i eftuar të tjetër, Shqipëria është kosto, është para që t'je nga gjepi, publicitet se debati nuk dalet në studio dhe takojmi me njerë në akuz, ju presim në akuz.